Tu kujtuam se gluha jonë nuk ish gjatë ndëgjuam, nëse shkruemi të shejt, desha me u fërdigun, për sa mujta me ditun, me zdritun pak mend e atyne që ndiglojnë gluhën e shenjtë. Pasi që të gjitha sjelljet e profesorëve e kanë bërë më të mirën për ne, vendi ku duhet morëm njohuri janë libra. Universiteti këtyre ditëve është një koleksion librash. Në fjalën rrjedhin, përrejt me mjalt, pikojnë qezmat me heltëzi. Kujdes me fjalën, zonjë me qanë, kujdes me fjalën, edhe ti zotri. Krimet më të këqija se djegja e librave është të mos i lexosh ato. Tashti t'lus, ndrit më mua, zoti me një reze, shqip të mundem me refyën, ndo një kongë të rej. Cili shkrimtar të pëlqen Jurgena dhe pse? Mua më pëlqen Gjon Buzuku, pasi që ka shënuar librin e parë në gjuhën shqipe. Edhe pse ka shënuar vetëm një libër, rëndësia e saj është shumë e madhe. Pajtohem Jurgena, unë mendoj se një shkrimtar duhet gjykuar më shumë nga cilësia sesa nga sasia. Djalin që ja tradhon Adrion nuk e do as nëna vet. Sa më shumë e mendoj, aq më shumë e kuptoj se s'ka asgjë më artistike se sa të duash i tjerët. Mendo përpara se të flasësh dhe lexo përpara se të mendosh. Kjo gjuhë martire lehon e përjetshme, që lindi mes dhimbjesh art të pavdekshëm. Nëse lexon vetëm libra që i lexojnë të gjithë, do të mendosh vetëm gjëra që i mendojnë të gjithë. Falje buzëqeshit të shuar dhembjet e shpirtit. Më falje gjubilvili të këndoja dhe utim. Më falje zemër bujar të dashuroj etërit e mi, edhe një shpirt të ndritur t'ja pushtoj popullin tim. Të rosh, e të mos rosh. Kjo është çështja. Kjo botë është turp, o prapësi o dresh, që unë pas kam lindur që të ndreq. Unë jam njeriu më i mençur në botë, sepse di një gjë, dhe kjo është se nuk di asgjë. Prandaj duhet që vazhdimisht të lexoj. Legjenda të kthyer në histori, lirinë e kurorzuan me të shënjtën pavarësi. Bashkë si çdo herë, nga ju në veri, për një ideal të sot e Shqipëri. Me Isën e Ismailin, unë i shkruaj